Prokuroria e posaçme antikorrupsion vijon hetimet intensive në lidhje me dosjen e njohur si Partizani, që ka të bëjë me aktivitetet financiare dhe pasurore të disa figurave të njohura politike. Këtë të hënë, deputeti i Partisë Demokratike Blind Kolliçi u thirr në SPAK duke u nënshtruar pyetjeve lidhur me një prej fraksioneve të hetimit që përfshin edhe financim të kuvendit të rithemelimit me 11 dhjetor 2021 në stadiumin Air Albania. Kolliçi u shpreh se paraqitja e tij kishte karakter informues dhe se ai nuk ishte person i dyshuar, por një individ që kishte dijeni për zhvillimet periferike në kuadër të këtij hetimi. Ai nuk dha më shumë detaje mbi përmbajtjen e informacionit që ofroi. Dosja Partizani po heton në veçanti financimin e kuvendit të rithemelimit, një ngjarje e organizuar jashtë strukturave zyrtare të Partisë Demokratike në ato kohë. SPAK po verifikon nëse ky event është mbështetur financiarisht nga individ apo subjekte jashtë mekanizmave të kontrolluara nga partia, duke përfshirë akuzat e mëparshme për përfshirje të personave me lidhje të dyshimta financiare, sipas deklaratave të Lulzim Bashës në ato kohë.